فقال المؤلف رحمه الله: المادة الثانية في فرائض الوضوء وسننه ومكروهاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Falenderojmë Allahun xhallal shanu wa xhallal jalaluhu, salat dhe selam dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnikë dhe muslimanëve që ndjekun me sinqeritet rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në vdekje. Pranishëm selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi duke vazhduar të abdesit, ku ne në javën e kaluar kemi folur për vlerën dhe domosdoshmëria apo argumentet nga Kurani dhe Suneti për domosdoshmërinë e abdesit, kurse sot do të flasim për kapitullin e dytë apo temën e dytë, e cila është në obligimet, farzët e abdesit, sunetet e abdesit dhe gjërat e urrejtura të abdesit, që do të flasim me Allah Taala edhe tema të tjera. Po konkretisht kemi 3 pjesë: farzët e abdesit, sunetet e abdesit edhe gjërat e urrejtura gjatë abdesit. Fillimisht, para se me hin këtë edhe me lezu këtë çështje, ne kemi thonë do të shpjegojmë gjërat pak më gjendësisht se sa kërkohen. Për arsye se jemi të jetuar në shekullin 21, pas luftës veç kanë ardhur dhe mendime tjera të mëdhëbeve të tjera që për popullin tonë janë kanë të panjohura këtë çështje. Dhe gjërat kur nuk dihen në esencë bëhen problemet. Se me këshyrë hëllë, në këtë çështje s'ka probleme. Po këto probleme nuk janë kanë veç të popullit jonë, po edhe të popujt tjerë, derisa janë adaptu. Se dija nuk ka fund. Qysh edhe mos dija nuk ka fund, çashtu edhe dija është një e kundërta, e cila nuk ka fund. Kuna don Allahu jep dije, e kuna nuk don, nuk jep. Dhe thot Allahu xhelalu ala: "Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Thuaj, o Muhammed, a janë barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Pra, kurse se janë barabartë. Sepse Allah xhelalu ala kuna dhe don të mirën, wa man yuridillahu khayran yufaqihu fid-din. Kjo është esenca që jemi të shpjegojmë. Dhe kuna ja don Allahu të mirën, e bën me kuptu fenë. Fiqh është kuptimi në mënyrë më të thellë të fesë, jo vetëm sipërfaqësore, po i din gjërat. E tash ne jemi të shpjegojmë çështjen e fiqhut. Fiqhu ka të bëjë me çështjet praktike, akaidi me çështjet e besimit. Në çështjen e besimit kemi sekte të ndryshme që janë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, deri në 73 sekte. Tona janë xhenem përveç të Ehlusunnetit. Kurse në sektet apo në drejtimet e praktikës nuk kemi shumë. Nuk ishte dorëve. Po të kanë të bëjnë domethënë 4 mëdhëbe që i njohim, ne kemi përmendur edhe një mëdhëb tjetër, mëdhëbi Dhahiri, për arsye se i merr gjërat bukfale, ashtu siç janë cek, pa u thelluar në kuptimin e ajetit apo hadithit. Mos jep të forzet. Ne e dim se në mëdhëbin Hanefi kemi 4 forze. Forzet e abdesit në mëdhëbin Hanefi janë 4. Nuk janë 3, e as nuk janë 5. Edhe ato janë të marrura direkt nga ajeti kuranor ku Allahu xhallahu ala ka thonë: "Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." S'ka katra. Por kemi mëdhëbe që qesin më shumë se 4. Ma pak se 4 s'ka. Të gjithë ulemoja një di se këto janë 4 mëdhëbet unike, nuk ka më pak përveç se 4. Por disa nga mëdhëbet tjera i bien edhe më shumë i shtojnë. Pra, sa i përket forzave të abdesit, i kemi 3 mëdhëbe. 3 shkolla juridike. Shkolla e parë juridike është shkolla Hanefite, e cila e posëdon 4 dhe e merr 4 gjurmët apo 4 pjesë të trupit që lahen, që kërkohen fytyra, durët e mbrojtura
Fërkimi I kokës edhe kush kam deri në nyje. Këtu janë pra obligimet e farzet e abdesit, sipas mëdhëbit Hanefi. Na kemi thënë një çështje, shkruani web, kam rëndë probleme. Dhe secili nga konteksti se si e ka kuptuar hadithin, ajetin, vjen edhe vendim. Dhe tash, mëdhëbi I dytë thot jo nuk janë katra, po thot janë më shumë se katra dhe I numëron prej tyne 5 copa. Dhe kem mendimin tjetër që I thot jo nuk janë 5, po janë 7 forze. Tash t'i këshyru një nga një dhe do t'i lebarojnë një nga një, cilat janë që të forze që na nuk pidina, që I ka thonë ulemaja janë shumë forze, me dhebe tjere llogaritin farz, dhe me dhebe nuk llogaritin farz, por duhet me kuptue, momenti kur je të marrë ti abdes, dhe e ki afër veti një person këtu, dhe ta tërhek vrejtën ty në abdes, mos o rak. Dije se ka diçka që bën edhe s'bën. A e kuptut? Ti ki 4 forze dhe do t'i shohim forze. Sipas me do t'i shohim një nga një mandej do t'i qarojmë një nga një me lejen Allah të zogjel dhe do t'i shohim se si janë nda këtu dhe qysh kanë ardhur xhamati mu largue, larg njëri me tjetrin me dhe. Ç'është larg janë nda njerëzit me dhëve, saqë nuk ja kanë dhënë Hanefit Shafive çikë. Si martu? Bile as duke janë fal njëri pas tjetrit. Deri vonë, shekullën e 15, në qabe jenë falë 4 herë vaktet, 4 imama. 4 imama e kanë falë në shekull gabohë, shumë vonë, po falë. Nuk e di me shekull zilë. Do atë shumë vonë, ka filluar mu falë me një imam. U thirë e zonë, një e zanë u thirë, e 4 ikameta. Ikameti Hanefive, se dhe një ikamet ka ndryshim. Së është njët ikameti. E zoni këtë njëtë. Një e zonë dhirë, e 4 ikameta, e 4 imama, e 4 për gjëmote. Jo. Sot e kena në Irak, sot është një gjami me 4 mihrabe, që këtë gjuhët mihrabe. Mihrabe Hanefive, I Shafive, I Malikive dhe I Hanbelive. Qas lërë një shku njerëzit, I nda edhe kanë llogarit dore dhe tash do të shihni. Sinqerisht për thëmë, a ja vlen qatë shumë armisi me pas? Jo ty vjen vlen. Po çysh ko bajnë kështu? Kjo është në intuitën e njeriut, besimin në tyna, në natyrshmërinë e njeriut është me pranu dhe mësë me pranu, apo? A ke po, gashtën si gasht nuk ka, bereshtën si beresht nuk ka, apo? Janë aty dasit. Qytetarët thonë katonorë zvynë, katonorë thonë qytetarë zvynë. A është një ndavre? është një farë të nëfus arabëzim, një farë. Qësh mi thonë Shqipre? Po mënura me jo ha? Një farë konkurrence, një farë, sot ishë mi thonë vallaj. Të nëfus arabëzim të dojnë, kur shtyjnë garojnë të vetë. Cili personi unë I të qësh të ha? Jo, ha? Kur shtyjnë të vetë, dë një unë tjetër me rëzum. Rival, bravo. Janë rival një unë me tjetërin. Ka qef ajme kon manal, se tjetëri, në dominume. Jo, hapa keni sistemi shumë partia këtë një me kemë tash. Lëdër këja të rënë kështu, pëtë këja të rënë kështu, po thënë rënë për aty se në gjithë në rënë rëjë, I lypin kokrën, si t'jap kokrën mos një heq. Kjo kështu është. Ama tash, është njeriu që niset në kuptimin e praktikës dhe sheh se çka dhe do ta shihni. Wallahi nuk ja vlen. A dini sa meselën me dhëbën Hanefi që në mëdhëbet që më të vërtet ja vlen pak më me diskutu. 7. Veç 7 sene praktike, do të shihni me lejen Allah. Tirat jon bre rahmeti Allahut azza wa jall, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka bënë gjë tillë. Dhe këtë është kuptimi I hoxhës që ka sqaruar. Fillon e para. فرائضه وهي النية وهي عزم القلب على فعل الوضوء امتثالا لأمر الله تعالى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات. E pari, dëgjoni. Na tash të fol forzet krejt, 7 forzet këna mi po. 7 forzet. Edhe I caktuar në dhëmin Hanefian 4. Larja ftyrës, larja durve dhe mbrojla,
me fërkimi i kokës, një kotat e kokës ose, o dhe larja e kome deri në nyje. Tash do të shihni që në mëdhëbe të tjera ka më shumë se një. Na do t'i morëm krejt një herë, të shtatat, dhe do t'i dojna se në vend në vet. Dhe qysh i pronën këta, pse këta se murën. E para është njeti. Apo sen pa njet? Nuk ka sen pa njet. Dhe njeriu, nëse do me kuptue, atë çka është abdesi, definicioni, abdesi është pastrim i pjesërishëm i trupit, i cili bëhet në formë të caktuar, në mënyrë të caktuar, në vende të caktuar të trupit për ibadet. Për ibadet. Që është vetë ibadet, po për me bo ibadet tjetër, duhet me pas një ibadet tjetër. Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Çka nuk, po shka rregull e shariatit. Çka nuk plotësohet farzi, përveç me çato, edhe ajo është farz. Pra abdesi është farz. Dhe tash ti qyrim cilat janë farzet e abdesit. Farzet e abdesit nuk u zon mulon, nëse lehet, a pranohet a nuk pranohet. Po ora ka thonë njeti. Njetin në mëdhëbin Hanefi nuk e ka. Ta abdesi nuk e lypi njet. Të mëdhëbet e tjera, krejt, gjumhuri, thënë po njeti gjithë se dhe argumente kanë pru fjallin Allahut, fjallin e pejgamberit, transmeton nga Omeri radiallahu anhu që kanë dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është hadith ahad në 40 hadithet e Imam Nevovit, që ka thonë Omeri kom dëgju pejgamberin duke thonë innamal a'malu binniyatin wa innama likulli imri'in ma nawa. Çdo vepër shpërblehet sipas qëllimit dhe secili njeri ka me marrë shpërblimin bazë niyetit të tij. Ky është argument. Hadithi i parë dhe hadith i cili shkruhet në të gjitha librat e hoxhallarëve të mëdhenj. Mas pore nisim me gjithë hadith. Që do më kallëzu se njeti ju është fise për një lartë për kryu që libër. E tash, në aspektin e këtij hadithin, do më thonë në këtij hadithin që nuk ka vepër që është makbul e kabul e pranuar të Zotit pa niyet. Mase që, e tham rregullën, mase që nuk pranohet vepra pa niyet, niyeti është kusht. Niyeti është kusht. Ashtë kjo argumenti i kuna? Kjo është me argumenti i kuna i Hanefive. Ku e kam, jo falë, i gjumhurit, i shumicës. Vetëm Hanefit të një s'ka. Ku e morën argumentin Hanefit? Argumentin e morën fjallën Allahu Azza wa Jalla. Allahu Azza wa Jalla ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Ose hadithin tjetër, merrni khudhu manasikakum. Pejgamberi ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, merrni falni çu të msheni në mutë fal. Ka thonë merrni rregullat e haxhit çu të msheni mua të kry haxhin. Dhe e kanë po pejgamberin të marr abdes. Kush nuk e ka nisë pejgamberi ka thonë jetë për e bëj me marr abdes. Masi se ka nije, atëherë nuk është kusht. Pse? Se të Hanefit me dhonë njetin, atë njetin do të me shqiptu. Shqiptimi është vepër. Si pas me dhebet Hanefit, njeti duhet mu shqiptu. E shqiptimi është vepër. E në qofë se shqiptuhet, atëherë do më thonë për bëni vepër që nuk e ka bo pejgamberi, se kena një kërkush, do thonë njetë të bëj me marr abdes për i zetë Zotit. A kuptuat kjo njeti tina qështë? Është argument logjik që pejgamberi nuk e ka ndëgju dikush të bëjë niyet. Mandej ulemoja kanë diskutuar këtë temë. Temë shumë e rëndë kjo problem. Dhe tash tuti kena më pas problem, po dola me sharu sonte një herë për gjithmonë problemin e niyetit. A duhet me thonë me gojë, a duhet me thonë me zemër? Niyeti është mahalluhu qalb. O të lafadhuhu bid'a. Me shqiptu ka thonë është bid'a. Se kur pejgamberi. Niyeti është ibadet. është ibadet vetë, është qëllimi vetë, ja? është i pranuar, dhe së pranuar vetë pa tjetër. Po vendi ti është zemra. Duhet me thonë me zemër. Kurse të lafadhu
ka thonë ulema është bidat. Me shqiptu me thonë njetë bëj me fol farzën e drekës, njetë bëj me fol farzën e qenit, njetë bëj me fol me mor abdes, njetë bëj me mor abdesin për namazën e qenis, njetë bëj me fol, njetë, ka thonë është bidat kjo. Se kur pejgamberi nuk ka bën një gjë të tillë. Medhebi Hanefi, anë qëtë mesele është ma i dëtë. Por arsye se pejgamberi asnjëherë nuk e keni një duke shqiptuar njetë përveç një rast, kur ka shku në haqë dhe në umre. Kur ka shku në haqë dhe në umre, ka bo njetë pejgamberi me gojë edhe me telbije. O Zot, lebejk Allahu l-haqë wal umre, mutamatti'an. O Zot, pe boj njetë me bo haqën dhe umren, mutamatti'an. E kanë dëgjuar lebejk Allahumma lebejk, lebejk, la sharika lek, lebejk, innal hamda wa ni'mata lek wal mulk, la sharika lek. Ky është njëti i llojit se hoxha i kontra lloj hoxhës janë. E tash këtu e ka shqiptu pejgamberi me dallu llojin prej llojit sepse veprimet janë gati të njëjta. Njëti te medhebi Hanefi është qysh është, na pëhim, e sa ka dhunë me cilat me forta. Ajo është e zemrës. Njëti bëhet me zemër. Dhe ka thonë shqiptimi me gojë është bida. Dëgjoni tash Hanefit që sa hodhe kanë tjerë këtë çështje dhe këta që i kanë quajtur bida. Ka thonë por derisa vepra e madhe lypet me njetë pastërt, me qëllim pastërt, shqiptimi i njetit e bën më të koncentruar veprursin e ibadetit, namazdina ose muslimonin, çka po kryen ai? Nuk ka hajgare, një ibadet. Dhe në momentin ai ku e shqipton, duhet mu përqendru me di çka po shqiptohet. Se fjala është vepër. Fjala është vepër. Dhe tash, njeti i zemrës mundet njeriu me bën njet, po me veprun vepër. Dhe automatikisht, kur njeriu vepron një vepër me njet, për shemb, unë duhet më shku në Drazes. Po të shku në Drazes i ka thot kombëtaj ashketi. Apo? Unë në jetën e kupos më shku me shkru. Jo me ashkel komën. Po qysh aj me u bind se unë nuk e ashkela me qëllim. E tash, nëse njeriu vepron diçkan i den ndrysh, ka drejt me kërku i folet më kallaj, kur e pahiri. Kur e bë me qëllim, njetë po bëj me shku me ashkel komën atina, ka dalë. Të duhet përqendrim. Ka thonë Hanefit, medhebi Hanefi, në qoftë se muslimoni e bën njetë me thonë, njetë po bëj me fol namazin e drekës, fars. Ka të regjate. Por i zëtë Zotit dhe u ktheva pe kibli Allah, i u ktheta këti imamin Allahu Akbar. Dhe nuk e shqipton vend në thonë drekës thot i qini alaskahi, fa salatu hu batil. Namazit dina është i papranuar. Se njeti është vepër. Ti ke vepru, e ke adresuar, që që tash po fol drejti, i qini, kur të hijaj, ose kem disa për gjemotit cilët nuk e duen imamin, dhe thot, njetë për e bëj me fol namazin farë drekës 4 rekate, por i zetë zotë i ktheja për kive i disa imamit, ma të qanit. Ajo këtu është. Po. S'dojnë ma si imamin më fol. Edhe këj namazët batil. Po ku kanë morë guzimin që ta me thonë qështu të njeti, me s'ka mesele dinit Allah që nuk henë njetë. Edhe akaiti. E kanë morë njetin e shijave. Shijat. Çka kanë thonë? Lejuhet, masi na s'kina imama dhe duhet imama që kena pasna, duhet imami. Imam Gjaferi, Imam Sadiku, Imam Filone, Imam Alon. E edhe ata e ndek, tash ku me ditë cili është imam i mirë, hajde bojmë një jetë për bojmë me falë namazin e këti vakti e pipseta Imam Gjaferi. Allahu Akbar. Mos këft këj Imam Gjafer është e Gjaferi jonë atje. Sikur që i bojnë një fadilje, e bojnë dëllëverin kur shkojnë me kënu talkinin, apo? Mos më vetë në qa talkinin. Edhe njetë, që të që kam një noma, po Allah bre nuk e di, hajtë Hazreti Hava. Hazreti Hava. E këni një kitë mesela jo. E në Islam nuk thirët fëmija në emët domës, po në emët kuna. Në emët babës. Në Islam thirët fëmija në emët babës.
biri filonit, jo biri filonës. Te jahudit, thirrën emër të grus. Është aspekt që i morën nga, i huazuar nga librat e hershme, Taurati dhe Zaburi dhe Injili. Që nisë gjërat nga nona, në aspektin që Isa o pej nona, si ka ditë nona, e si ka ditë baba, e ngjashme me të, dhe këtyre meselet të Benu Israel. S'kan posë kur me finë tonë të Allah të zëvëgjë. Automatikisht për me ditë që çfarë rëndësie ka që për me emrën, këshyre vetëm se në emën puna të rasin në emën të nonës. Njetë i ndëruar dhe zë. Ulemoja tjerë kanë thënë nuk duhet me shqiptu me gojë, pa është me zemrë dhe shqiptimi i saj në telefu dhe bihi hua bid'a, kështu më flenë zemrë dhe më. Dhe kështu veproj. Por arsye se shqiptimi njetit duhet me post koncentrim, matë madhë. Nuk e kanë keq duhet me post koncentrim, rripët koncentrimi. Po që da i në insan halë? Insan, a keni po njëri të postë visejt në namaz? Shpesh. E tash, mu koncentru e në njëti në nga qëka menja, vlo, ku me ditë, je unë të qëka mena të pitja dhe, ose kini belek e pos problem të shpejt, ka edhe shtilët krejt, edhe vjen, edhe qëka fale për që tash? Qëka fale që tash? E vallaj, nuk e di ty bëharova. Nuk e di ty bëharova. Qëfar namozi ka po shky? Nga që këtë aspekti njësë hanë vitë ka mëndojë, pa tjetër, namazdiu, me ditë. Qëka po thëtë? La, gjemoti, na knoqi hu, gjapre, qëka thëtë? Vallaj s'di. Që knoqi, do në Simon men fjallë heqë. Kjo është pasuje bukateve. E tash ka thonë me dhejbën Hanefi, që pa tjetër do të më namazdiu me bo njerë namazin e abdesin e me shqiptue. Po në abdes duke kanë marë. Na e të folë për njetin, për të gjitha rënë, da? Por për abdes duke pranojnë heqë. Pse? Sepse Allahu Jalla wa Ala ka thonë, dëgjoni, ka thonë ajit Kur'ane. Ja ju e ledhina amenu, idha kumtum, kur quhni ju me fal namaz. Edhe një ju kur quhet me fal namaz, ku ka shkëtë që në më fal? Që ky është ai njeti. E dyta, faghsilu, ka thonë Allah, lani ftyrat, lani dur dhe mryla, lani komde, mes kokës edhe lani komde e këtu. E i ka cek, një. Por dhe sa i ka cek kështu, Allahu Gjelle Shanu vë Gjelle Gjelalu e din se momenti kur unë i loj komde edhe dur të syt, e din se qajmë të bo, edhe nuk e kanë morë kusht, punën e njeti. Dhe tash të shkon me marë abdes të në abdes hane, e një dikon të bën jetë për bën me marë abdes me po namazin e drekës. Ka meseli këtu. Në qofë se ke thonë me marë abdes me po namazin e drekës, a bën me po namazin e qenisme që të abdesa jo? Ka thonë ulemoja, jo, se kjo ka bën jetë veç për drekën. Po i tine, kjo abdes bën për të në namazin, të në lojë, po e ka bën jetë i tine, a bën veç për drekë. E ku bedeti, se ka shqiptuaj, e ka bloku, e ka shtinë rreth, klopa, të shqiptin abdesin për qita. Që do të shenë për prishin të abdesit dhe senet, do të prishin abdesit do shumë të senet tjera, jo veç ato që i dini. E dash, njetin dhe ruar lezer, si pas me dhejbit Hanefi nuk e pranë, nuk e bëmë dhe nuk o kusht, me dhejbit tjera është kusht. Kushti dytë, غسل الوجه من أعلى الجبهة إلى منتهى الذقن ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. E dyta, për forzeve që janë shtot, e të mëdhejme Hanefin kotra, kjo është e para të Hanefit. E dyta të gjumhurit. Larja ftyrës, që Zoti ka thënë, lani ftyrët e juaj, prej funit flokëve të vozit, ahla, deri të shito, edhe prej qësojt veshit dhe qëto. Që kjo ftyrë rrëth, është ftyra, është pjesa ku është farz mulla ftyra, dhe këtë ulemoja janë pajtimit për që s'ky jashtë të një diskutim. Përveç se kemi skriju e onë kaluar, që është ftyrë. Disa kanë thënë ftyrë është qartë u këtë veç, disa kanë kufizue, disa kanë thënë Hanefit për me i dyshimit, sa rrugë kishtë i madhë me hinër mjekër, edhe kjo është i kushti dy da, e ftyrë. E treta, غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. Po, i dyta të Hanefit, e treta të gjumhuri, të shumica e djetarëve,
është se me la dur deri në bryla dhe kemi shpjeguar për këtë çështje dhe do ta shohim mënyrën se si ka vepruar pejgamberi dhe çu ka marrë abdest në mënyrë më të precise. E katërta, مسح الرأس من الجبهة إلى القفاء لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. إلى القفاء. قفاء أشياء. شكستو. سلولة شو ثاني يوم. لولا كريس. تبعت بديهي. ديكوش يقول دي لولا دي مشكلة. ديكوش نيا. E katërta, e treta të Hanefit, e katërta të shumica dietarëve, që me fërku kokën, mes është fërkim, jo mes. Gabimi është edhe në libra shqip, e shkruajnë mesi kokës. Jo mes, po mes. Mes është fërkim. Fërkimi I kokës me dorën e lartë. Me dorën e lartë, dhe tash mas jo farz, a me prek me dorë mes beshën, me një dorë mjafton, a do të me dorën e djathtë të majtën, a do të me të dy durët. Kjo është mesele që do të me sharuhe. Mesi ku mes, këtë dëshimi nuk ka, se qysh, po ma mund të të shohim të sunetet, se qysh është veprimi që ka praktiku. Dëgjani, farë të më fërku kryet. So, qysh, tek o sunet. Pika të dhe? غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. U bënën 5 dhe larja kombe deri në nyje. Me fjallën Allah Azza wa Jalla dhe lani kom të juaj deri në nyje. Dëgjani, tash po fillojmë disa të reja. U kryjnë katët e Hanefive dhe një, kurse tash kemi disa që të Hanefit nuk janë dhe do të shihni disa çështje të reja. Hajo vazhdo. الترتيب بين الأعضاء المغسولة بأن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين لورودها مرتبة في أمر الله هكذا الوجه أولا ثم اليدان الآخر. Pika gjohë shumë interesante. Ka e kanë zgjedhur këtë pikë, subhanallah. Tërtib, radhitja. Të Hanefit kjo nuk janë. Janë donë dy grupe. Një grup ka thonë dohet pa tjetër me la dur, kom fytyrën, dur, kokën dhe kom qysh ka thonë Zoti. Një grup tjetër ka thonë nuk ka kusht. Nuk ka kusht. Këto të katërta, cilën e lon përpara? Të Hanefit është a I lojt e komës, a dur, do një herë mes kokës. Qysh I ke bo? Nuk ka farz. Farz o mu losh të katra. A I ke lon komë mas pari, të në dur, ftyrën, të në maskerit. Me nësi është ti. Farz nuk e kije që to të Hanefit. Të me dhibet e thonë farz. Më të bo me haubit e me la dorën e majt para djatës, ose me la dur para ftyrës, që prishet avdesit dhe të mjanis për I fillimit. Prishet avdesit. Të lujtje, të pajgore, si pas tyne. Dhe tërtipin e morin. Ku e morin këtë argument? Nga fjole Allah. Allah ka thënë, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, wa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Çka është wa? Është harf al-atf wa tartib. حرف العرف فاء مش حرف العرف حرف العطف في الترتيب والتعقيب. Kënë pjesë lidhëse. Pjesë lidhëse dhe radhitëse. Kanë thonë, nuk është radhitëse, po vetëm është pjesës që tregon se kanë ardhur, dhe nuk është kur thënë ka ardhur Hasani, Hyseni dhe Ahmeti, nuk do të thonë që Ahmeti, ashtu Ahmeti ardhur para tyne, po kjo ka përmend çdo përpara, çdo përmend, me rëndësi të tretë kanë ardhur. Ha? So me rëndësi cilë ardhi pari I funit, po jenë të lypë që ta treje në ardhur. Dhe që ta treje kanë shpërblimin. Ke ndarja e kësaj çështje që I kanë pranuar është shkollja Babel harful atf, I cili është harful atf u tertib, që lidhet do të tertib që dhe vetë po tertib bejn al-a'dha, miradhit fjalë, miradhit gjymtyr. Ti nuk u zëmbra, sipas xhumhurës ulemas, mi la her komën, her ato më fy para çysh ka përmend Zoti, xhelne shanu wa xhelal. Këtë çështje nuk e kanë me dhëbin Hanefi. Që do ta shihni
Se kur nuk e kanë këtë, çaja me kuptue, mundesh me pa një njeri të të marrë te abdes, dhe ke lo dorën e majtë, ja vi dorën tënde të majtën, dhe lën djatën, sipas medhebit hanefi është rregull, okay? Që është e urrejtër për e pranume. Të ky medhebit tjetër nuk e pranume hiç, po është e urrejtër dhe prish. E prish namazin. Çfarë thotë ky? Jo, ti bën fal namaz tina. Çfarë u bë 4 mirave xhamia? 4 mirave u xhamia. Se ku më di çka ka marrë abdesin? A ka abdes ky as ka? E kuptuat? A ka abdes ky as ka dhe u kry? Tash unë nuk u më fal mas një imami që i lejon ai xhamatin e vet apo e ka të lejume në besimin e vitit e tij që bën me lokon para ftyrës ose bën me lokon ftyrë para kësaj me bën ndryshime. Edhe kanë punë që të rregull bazë të fjalës së Allahut që Allah i ka përmundur atëherë na morën me rën dhe kjo ka të bëjë vetëm me çështje të mëdhëbit Hambeli edhe mëdhëbit Shafi. Vazhdon tjetra. الموالاة أو الفور وهو عمل الوضوء في وقت واحد بلا فاصل من الزمن إذ قطع العبادة بعد الشروع فيها منهي عنه قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم غير أن الفصل اليسير يعفى عنه وكذا ما كان لعذر كنفاد ماء أو انقطاعه أو إراقته وإن طال الزمن إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سبحان الله. اشتاط është الموالاة. الموالاة është mos mu banue. Dhe më vonë shihni me bo muhabet në abdes është me kro. Se mund të muhabit. Tu marr abdes me bo Allah me muhabet e ku ta dijnë. Ose të marrë abdes të pi cigare, apo? Cigare të bëhesh. Ose të marrë abdes të marrë sakus. Ose të bëgë i bes. Ose të marrë abdes të marrë fara. Ose të marrë abdes të luqa. A që të marrë abdes? Na flasim për abdesin klasik që marrë noda. Në shkom, legend, që të shoh, aj që të figur të ti. Edhe tash, Qa prish punë, që të figu manena, për marrë abdes, vazhdanë. To tash ka punë le moja. Si pas me dhejbit e visen se prish, e lu një loj shak, pa prish, punë, sen. Jarë dhe kolën, e bon pate, mate, këti myt, edhe abdes ne. Të kjo me dhejbit e ka thonë, ja, nuk u zënë, përveç se, abdesi duhet më marrë në një ku, jo me ndërprejnë. Por t'ja nisë më marrë abdes, jo më marrë me diçka tjetër. Vetëm qofse është nevoja për abdes. Për shembull, jetë të marrë abdes deri te ujë, njerëz me ujë. Jetë të marrë, ajo do të thotë se ndërprejve abdesin, jetë të marrë me ujë. Ose e ka ndërprej jetë të marrë abdes në orë të ujit, mund të shku me ujë, me gjetë të ujë. Kjo s'prish punë, se është çështje me abdesin. Deri kur? Derisa s'tu ka vter dora. Apo çaj pjesë që ke lë. Këtu në moja kanë, nëse terën nuk pranohet abdesi. Nuk pranohet kush? Abdesi mo. Jetë një puj, i ke lë dur deri, po s'ka më të kompa i lë. Lë puj, dhe ku të shoh terë dur, ja, me nis me fillimi. So, terë abdesi, edhe tash duhet me nis me fillimi. Tu nuk kanë mos paritim unë moja. Paritimi është pse do të mungut me marr abdesin rënë, jo më marr me diçka. Kto e kanë marrë nga ai hadithi nga ajeti i Allahut xhelalu ala ka thonë wala tubtilu a'malakum, mos i prishni punët e juaja, veprat e juaja. Veprat njëri i prish, si për shembull njëri e prish namazin e vet. E prish sadakën e vet. Me çka prish sadakën? Të përmendja ku mund filon 20 euro, ja filon 2 euro. E prish. E kry. Edhe abdesi, qofse abdesin e merr dhe merresh me diçka tjetër, asaj e ke prish abdesin dhe duhet me prit, mos me prish. Dhe gjithçka, edhe në qofse bën kush e di sa jetë në vazhdim të marr abdes, ka dal, s'po qet ujë, dhe të marr ujin ka dal, edhe nëse zgatet koha periudha, nuk prish punë sepse Allahu ka thënë la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ka për argumentin se bën muzgat puna e abdesit derisa ti jetë u marr me abdesin. Por jo, tu marr abdes, alo pa e pri abdesin, mund me gjithë shampunin me lë me shampun. Nuk o kusht me lë me shampun. Por i herë me abdes të loj dur me shampune, pa shampune, bëj çka të dush. Kjo është muallat, është kushti i 7, që është e ulfor, mu marr abdesin në mënyrë të shpejtë,
jo me pas ndërprerje mes pjesëve të abdesit, por kjo është medhebi me të cilin e kanë vetëm Imam Maliku dhe një nga ato është tanbih në vrejtje, do të analizojmë. تنبيه يعد بعض أهل العلم الذاك من فرائض الوضوء وبعضهم يعده من سننه والحقيقة أنه من تمام الغسل للعضو فلا يستقل باسم أو حكم خاص. Ka disa prej dietarëve që kanë shtuar dhe një pikë. Kanë thonë jo, abdesi nuk i ka 7, po i ka 8. Na thamë, medhebi i ka 4, medhebi tjetër i ka 5, dhe tjetër i ka 7. Po ka edhe një prej dietarëve që thonë jo 7, po i ka 8 farze. E ajo është fërkimi, me fërku durt, me fërku ftyrën. Dhe këtë i shem më shumë të medhebit Maliki. Medhebi Maliki më thepër e nga kja pjesa afrikane. Dhe ata, ku i paqë mas pare, se kum ditë një mesere qa është të janë gjithë që ftyrës të fërkojshin fërkima, me fërkuj ftyrën. Unë ashtë që mësojnë, na i me lesën i një ftyrës, me ujme dhe kry. Po ataj, shumë interesant, vike qa po bojnë mërë kry, edhe me një dorë këtë ftyrës. Si shamësu me po, me lo ftyrën edhe kënjena me dorë në djatë, si shamësu. Edhe, për vetë të gjëllore, ma së fejgëshin qëta se kuptojqa. Po kur henëm që është në studem, e ta që posh, e kuptoj, se disa për i djetarve e shohin se është farz me fërkue, disa të një, po është sunet, po me së fërku po nuk ka obligative, ta shohin sunet. Atëherë, për shka sunet, për sunetet forta, për arsye se është maj sigur logja e të kësë. Vazhdoj. Sunanuhu wa hiya. Tash e kem sunetet. I pom forzet 3 kategori medhebe, dietarëve. Një grup 4 medhebe, 4 forze, ajo medhebe Hanefi, argument që në Allah po uhimu se lu, grupi tjetër thanë 5, njëti edhe këtët, grupi tjetër thanë edhe këtët 3, thanë 7, po pas ka dhe njërë që thanë 8 forze. Mirë, po neve na interesan. Ne i dim që të 4 forze që ne ka dhënë Allah dhe këtë janë ujdi, toni po që janë ujdi, në që të 4, në tjera të kohë divergjenca. Po edhe zbane e bane kështu është sunet, jo farz, dëgjoni. Momenti kur ti merr abdest dhe dikush ka të rejtë vrejtje, qysh më ditë më gjejë? Jo mos i me thonë, e ki gabim ti hanej, mi thonë argumente. Blem, të më falë. Unë me ndaj qështu që kam në regullë dhe brim. Jo më hi polemika, më hi armitsia. Sepse gjëmoti jonë, pe i ndëgjojnë senet, edhe të në mendojnë, se veç e ka ndëgjojnë dhe po kejtë në regullë. Jo. Duhet me kuptu esencën, dhe më mirë është më së më folë se me folë ka një hera. Por arsye se kur nuk i di gjërat në esencë mirë, ti vend që me mësuve të devijon atë dhe fillon armitsia. Si shkera armitsia mas luftës, për këta që i shëshin mjekrat, për këta që i shkutëshin pantoll, i është pëllon selam, i pëllon selam, këritu se në kanë diçka këtu në fejë që na nuk e kuptojmë, por në shoqërinë duken keq, edhe morën të kohë negative, që beli vallallë vetë që me mjekër, skuzojshëm me thonë mirë kanë ata, edhe pse ishin mirë, mi kanë sunet, pse veprimet e tyre e bojnë çka me gabu njeriu. Qysh? E kanë po atje në literaturë të hadithit se një njeri që nuk e fal namazin nuk është musliman. Selami muslimanit të ati që sa musliman selam si jepët. Edhe ata që akë vëllarit qysë e Prishtinës, pëllin e ku. Edhe, ku mi dhonë selam, edhe tash e ka po njone me mjekër, po veç, a faret as faret, a ty va si s'pi fali, s'pi flasë eq. Edhe tash mi dhonë selam, o sunet, se ki obligim të mi dhonë selam. Po e obligim e ki nëse t'jepët selami, ja këthyje. E këtu u rakshin, s'po dhonë selam, por se ka obligim, se ka obligim a i me të dhonë selam ty. Por nëse t'jep selam, ti e ki obligim me të dhonë selam, me e këthy selamin. E këptuat, të në e bëjshë polemik për sunet. U meshë nuk fërshët për sunetin, që unë e kom sunet, a të dhonë selam, ty a të dhonë selam. Sunet e kam. Por në qofë se ti mi e punë selam, ose unë të dhonë ty, ti, a ti që jep, a e ka farz me a këthyje, nuk fërshën për farz, po fërshën për sunet. Që kur se dikush me thonë, s'po penu ujë dikush, mëra pena s'pen punë e tina është. Po kur të penu ujë do të me thonë, bismillah. Njëtë të qyrim të sunetet e abdesit. التسمية بأن يقول عند الشروع بسم الله لقوله صلى الله عليه وسلم
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. Është sunet kur të merresh abdest me bo bismillah. Dhe mesele më rëndësishëm. Këtu janë në ittifaq të gjithë ulemoja se bismillahi lypet mu bo përveç në një vend. E ajo është në gusël, por arsye se në gusël hen në hamam dhe në hamam nuk bo me përkujtu emrin e Zotit. Dhe tash, kur dojsh me marrë abdest, është sunet, që të mund sunet. Nëse e vepron ki se vape dhe nëse nuk e vepron, nuk i gjuna. Harën nëse po bismillah, punë e modhe, abdesin e ki ta monile. Por, qatë shumë pak, qatë se vape kemë na, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që e merr abdesin e tina, ta mund që do të abdes, i falen gjënat atina dhe do të hinë gjenet ka do cila dhere të gjenit e do. Do shumë ati. Atër qka? Nuk është qaj abdes, ta monile si abdesi me abdes me bismillah, si abdesi pa bismillah. Sepse abdesi me bismillah, me atë kushtet e veta, me atë rregullat e veta, është qaj abdesi që ty të bën me hi ka cila dush dhere gjenetit. E që kjo abdesi janë që e marrë pa bismillah, nuk është që kjo abdesi që më qëmuaj, më hi nga cila do dherë, se ka naks diçka, ka mongu diçka. I pranun po vlerën sikur ai nuk e ka. غسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء إذا استيقظ من نومه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده وإن لم يكن قد استيقظ من نوم فلا مانع من أن يدخل يده في الإناء ويرفع بها الماء ليغسل كفيه ثلاثا سنة الوضوء. Suneti i dytë është me lot durët deri në yje. Sunet. Është sidomos personi i cili u kon flejtën. Një që kon flejtën dhe quhet me marr abdes sabahit. Do mos dëshëm do përmën, jo veç hajt, po duhet pa tjetër me lot durë deri që tu, është sunet furta. Me shti bon, sikur të bismillahi. Por, ka është rregull. Ai thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili u quhet dikush pe xhumit, le ti pastron durët e tina, mandej ti shtin durët në ujë me marr abdes. Sepse nuk e din ka i kanë shku durët. Ku ka mojt? Ai ka mojt në vetë, ai ka mojt atje, ai ka mojt atje, au krua atje, ha? Atëherë domethën kur të quhesh pe xhumit, është sunet me lot durët një herë, tan na me marr abdes. Po është të fol për abdesin, jo të qeshmeve tona. Po është të fol për abdesin që kanë marrë me kofet mëdha, i kanë mush një ballon ujë dhe kanë marrë pe atë ujë dhe kanë marrë abdes pe tina. Ata, në qoftë se është quhet, so kompletet sprish punë i domën e herë fillon e merr abdes, ai do dur. Do të lë dur ekstra një herë, tani shtin dur të në ujë. السواك لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. Mirë. Siwak, para se më hitë siwaki të larja durve. Harru, larja e gjymtyrëve duhet 3 herë. 3 herë. Lëmja e dorës një herë, ose fytyrës një herë, ose komës një herë, është farz. Kurse 2 shtesë është sunnet. E kuptut? Larja e durve është një herë, veç me la durë një herë, është farz. U kry fardit. Po sunnet është me la 3 herë. Për ata vëzni, nëse njeriu merr abdes, sidomos me qeshme do të me pas kujdes. Duhet s'poku 3 herë me shku dora kështu. Për me arrit sunnetin, se edhe veç me një herë kryet abdesin. Farzi u kryet. Po me arrit atë shkallën e sevapit tamam, ha? Ati abdesin që ty të bën me një kacil ato dere gjenetit, duhet me ja plëcu edhe farzit, edhe sunnetet, edhe më rrujti me kruheve, jo më bosh kele shko. Atëherë, në qeshme ka thonë ulemaja, në pejburimit ose krunit, i fërkon 3 herë dorën, 3 herë, në njërë se ajo dora vazhdimisht lagët me ujë. Mjafton farz veç një herë, por sunet është me lagë 3 herë, kurse mesin e kukës vetëm një herë. Tash e trejta është siwak. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Laula ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salati, ma'a kulli salati." Sa është hadithi 2 transmetime ma'a edhe inda kulli salati.
Thot se e lexova hadithin dy transmetime. Sikur të mos e ushtërsojsha ymetin tim, do t'i kisha obligue namazlit si para sa herë të marrin abdes, me lodhëm. Me lodhëm me misfak. Është një rroj, një pemë që është sunet në përdorur. E tash, çka kanë thonë ulemaja me këtë? Masi që ka rëndësinë e vet. Masi që ka rëndësinë e vet. Në qoftë se e keni jetë me marr abdes, atëherë çka i pastron me dorën e djathtë, me misfak. Qoftë se doni pastru dhëm pe në xhasetit që ke hamur buk, i pastron me dorën e misfakun e me dorën e majt. Misfaku do të rëndësi ka dhënë Islami pastrimit dhëmbëve para namazit. Domethënë, ka thonë pejgamberi mos mi kanë vështirësu xhamatin musliman, i kisha shti para çdo namazi me lodhët. Mos mi ardh era gojës pe dhëmbëve. Por është sunet, po sunet i fortë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka mujt këtu misfakun para se më hi namaz i ka rrëdhë dhëmbëve. Para se me marr abdes i ka rrëdhë dhëmbëve. I ka lënë dhëmbët e tina me pastru dhëmbët e tina. Ka thonë ulema e lidhe me misfakun, pasi misfaku është sunet. Çka më bë? Mjafton edhe me dishti gishtin e me lëndëm, me misfaku diçka me preferuar nga ai. Vajte tjetra. المضمضة وهي تحريك الماء في الفم في شدق إلى شدق ثم طرحه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض. Madmada është kur e shesh ujin në gojë, veç me shti me qit. Jo. Kur e shesh ujin në gojë me me sjellë për gojë. Kjo është madmada. Kurse gargara është me çukrit nalt me lodhë fyt. Por është Ramazan. Ka thonë pejgamberi sa më se të pranin në madmada dhe gargara. Se mund të ik me prish Ramazanin. Kurse jashtë kërkohet me botë madmad kur e shesh ujin në gojë me pastru, sidomos ujin e parë. E shtin ujin e parë e pastron me nxjerr nga dhëmbët nga e pastron dhëmbë edhe qet tani lën edhe herën tjetër. Kjo është sunnet. Istinshaq. الاستنشاق والاستنشاق جذب الماء بالأنف والاستنثار طرحه بنفس لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Shumë interesant këtu fjala tah, edhe i thash përmirësova lezuesin. Nuk do ta çem me him, mas u përsërit 2 herë, s'kam çora pa ja thonë. Të mëdhebi Maliki, kjo pas shumë të qëmpesh, të mëdhebi tjera jo. Sipas tyne, une po shprehem ata që kom po vetë, e që kom po negative. Mirë po është për sunetit. Kur morën abdes ata, e kanë kuptu kështu. Kur mersh abdes me e gjuhe ujtë, gjuhet ujtë edhe. S'po dish me shpejt. E shtin ujtë edhe gjuhë. Beli valla, e qaqë, pikat i legend që tërpik edhe ato, nuk kanë regull kjo. Ashtë kjo. Tash, kur thët, ka thonë pejgamberi gjuhë e ujtë, nuk dhe më thonë tash gjuhë e legend, ato të loba bohë dhe me qytë pasyrën e me bohë dhe banjën kejtë, me bohë pesa, po me edukat. Barën kejtë që është gjendja. Duhet me nëzirë ujtë me fuqi, me forcë. Që ashtu është edhe të huna, kur me abdes. Shten abdes, edhe qënë deri ka, edhe mi fry hund, na i thëmë mi fry hund. Kur ti frysh hund me pas kujdes, se mundit me dollë të shka, është sunet që kur të marrësh abdes, mi la hund deri sa të tje ka, edhe me fry hund, mi dzirë ato që ajnë ato minerale mena, por mësë të me marrë frym të nefës në regull. Që gjatë namazit, mësë me pas problem. Gjatë namazit. Ata të cilët kanë probleme hund që kanë gjakdelje, ose kanë alergji, mund me shti ujtë vetëm pa e fry, se është sunet që qërë Allah, alhamdulillah për Allah. Mirë po, suneti është edhe tash, kjo është sunet dhe i shetë disa njerë munduar me po sunet qatë mirë i gërditin të tjetë. Janë i si një frynë, qyra, kejtë në regull. Kejtë në regull. Po, qëra pak edhe në rejtë në ambjentir, se njëhen tjerë keq. E tash, drejtë më thonë, i pashtë disa nga
Mëdhebi Maliki që kemorën këto bukfali kështu, edhe u sjellshëm këshëm keqën kur bisedojshëm me të. Ai sa pranon, ti fol me hapa. E çfarë do të më thonë? Në këtë çështje sunet e sheni dikon dijen se ai të veprojë, jo se s'ka kultura ai. Po ai të punu me një hadith pejgamberit që ka thonë me nxjerr unë me fuqi, edhe tash ai si qyr pasojë të tjera që ndodhish, e bëhet me keq e Allahu musta'an. Vazhdo. تخليل اللحية لقول عمار بن ياسر وقد استغرب منه تخليل اللحية وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. Tash fjolla e gjashtët për ata që kanë mjekra. Kjo nuk për gra, po për mjekrat që kanë mjekrat. Ata që kanë mjekra të morën abdes. Është sunet kur të merr abdes normal, mjekrat me apo qështu edhe qështu. Që të mjekra. Disa kanë thonë për ilimore dhe me shkarravit për me hi ujt. Mirë po mjafton për sunetit ku të lashën mjekrën me dur të ftoftë, me dur të larta, e lamë këtë njërë dhe një herë për qështu, që kjo është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shtota الغسل ثلاثا إذ الفرض مرة واحدة والتثليث سنة. Do të me lotë të në gjyptyrë ka 3 herë, një herë është farz, 3 herë është sunnet. E të shpjegum, meshul adhaneni, مسح الأذنين ظاهرا أو باطنا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. Sunnet është me la vesht mrena edhe jashtë. Me la vesht mrena edhe jashtë. Qysh lahat mrena edhe jashtë, është sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me gishtin tregues lahan legenat me ishit mrena dhe me gishtin e madh gjitët nga kjo pjesë dhe lahat kjo pjesë përmas. Zakonisht në këtë pjesë mbledhet njerëzitja putatione dhe hjekën nga veshët gjërat të cilat janë të çoroditura, që mënyrë që kur të kesh në namaz, njeriu kur të jap të abdes, ta kshir veshin ty, mos munije, më ta mori nati jetën se njeriu sa më komod, sa më i veshur, sa më i disiplinuar është më ai, pak më i mirë, nuk do të stojmë me çit dikon me qyrra, me kore, me vesh, me kelbe, me putatione, me hinë namaz, as bën hiç katje. Mirë. Edhe تخليل الأصابع في اليدين والرجلين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. Sunnet është kur të merresh abdes me fërku me zgishtave. Shumë për xhamatlive i brej kur morën abdes që duhet të shtoz dhe këtu nuk është hiç. Është sunnet se ka mundësi takhlil mos me hi ujt. Sunnet është. Mandej të takhlil është myhyri. Që ki myhyrin me livri punazën nëse ki në gjesht e më të hije uj asajte. Edhe tash këtë e kanë kesh kuptu dhe u përkthyje nga gjuha turke, ato që nuk kanë ase kha, po kanë veç ha, edhe që kanë thonë ata të cilët morën abdes është sunnet, nëse janë me myhyrë më shumë mësi dhe rreth venit ku merr abdes rreth legenit. التيامن وهو البداية باليمين في غسل اليدين والرجلين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم وقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. Edheta është për suneteve me filluar nga e djathta. Mas pare me ra djathtë, lang dorën e djathtë, mandej dorën e majt, mandej komën e djathtë, mandej komën e majt. إطالة الغرة وتحجيل. إطالة الغرة والتحجيل وذلك بأن يصل في غسل الوجه إلى صفحة العنق وفي اليدين أن يغسل شيئا من العضدين وفي الرجلين أن يغسل شيئا من الساقين لقوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. Kjo është e domethëna, për sunetit është sa më shumë e zgjat lagësinë e trupit, lagësinë e mjekrës që shpjegojmë javën e kaluar, me ne domon sa më gat me
i lak, mutel nga daldal, nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se do të vinë ditën e kiametit pejgamberit tim me shenjë si kur kali balesh dhe aty unazat e kamë do dallohen për me shenjat e abdesit. Dëgjoni veç pa. Tu nis nga që kjo. Do të shohim se u përmend veshje nuk u përmend qafa. Çdo kanë bën një gabim. Në këtë hadith që peshu. Dhe kanë thonë pasi që e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam balosh, kolin balosh edhe aty unazlia kolin me unaza, ka pe kvalve që e kanë edhe në qaf kanë një shok. Dhe ditën e gjykimit, që atë pjesë që preken me ujtë abdesit kanë me vizlua si dukati, gjerdoni. Atëherë e kanë lyë dhe qafën që me na vizlu qafa gjoja që është prej abdesit. Kjo është bidat. Mandej kurinorë këtu e kanë prej ardhën e kanë bodërës. S'ka besë, s'ka kjo asë një argument. Kjo është një bestytni. E keni po plot të prekun që të, së të prekun ardhët, e frynë këto. Pse? Gjoja, si pas israeliateve, o Adem, na ke monë shofë i shkërit. Kënë gjenet, e snejtë e rahat, e hongrat për atë pëmet me të fyt. Me të fyt, buk falët dhe ma. E të me të fyt në mërën qofë tak për që atë pëmë, na zina ku i e ma gjenet a gjenet. Ma ndaj bestytni të dra, nëse jazgot vorëve të krishterve jahudive gishtin, mos jazgat, po ka për gishtin? Dhëmë, bestytni jënë të. S'ka në lidhe me islam, se në dyjelë. Këtu jënë palavrat plakave. Nuk ka lidhe me ndo një argument kur kun heq. E atëherë, pra, larja qafës nuk është jo sunet, po është e ndalume rrepsisht ai që ka bo, e se ka ditë dhe të thot, o, zot falem se tybe nuk më ditë, ma nuk do të bëjnë një gjë tillë. Mandej, harun një gjë tjetër. I bojnë një bidat tjetër, apo një risi tjetër, sa hermarin abdes, bojnë do, lutën. O, zot, shtina ujtë në gojë, mos ma po për gojë e steme, me folë fjallëqia, veç fjallë të mira, dhe me doni, ka këtë dërë me kele me shahadet. Kur i lonë hundë, o zot, mos ma po me hundë e mija, me dëgju erën e xhenemit, po esh erën e xhenetit. Kur le lënë dorën e djathtë, o Zot, ma bën nasib me marrë ato librin me dorën e djathtë. Kur le lënë majtën, ma bën nasib mos ma bën nasib me marrë librin tëm ditën e kiametit me lënë morën e majt. Kur le lënë komën e djathtë, mos ma bën me shkel urën e siratit. Mos ma bën me prikë dorën komë e majt, se kur prikë komë e majt vjen jetu ushtu mura. Asnjë s'kan bostë. Këtu këtën bidate të cilat i kanë bën njerëzit, tu nis nga që ka hadith që s'kan ditë me sëqaru në regull, dhe i kanë qitë gjërë. Tjetra? أن يبدأ في مسح الرأس بمقدمه لحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما. Jemi sunet është me dhënë mes kokës. Dhe prej sunetëve që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është që ka dhënë mes prej kësaj pjese deri këtu përpara. Por hadithi tjetër i pejgamberit që vazhdoi është më së miri është kur ti dhënë mes mi dhënë mes prej përpara deri në fund edhe mi thia vetë përpara. Kjo është sunet. Edhe tash nëse sheni dikon të marrë abdes, dijeni se kjo është sunet, dikush e vepron për mëdhëbe kështu. Dhe kushtot të mëdhëbe janë, është 1/4 e kokës që ndohet nga kjo lule këtë krijes, o mjedisën, as keja, amropa, një në pjesë sa është plaka dorës. Mandej, kanë thonë ulemuaj të mejsi, po në qofë se është gruja me shami dhe të morë abdes, a duhet me hik shamin me morë abdes, ose e ko kapuqin, shallën, ka që kapuqin imama dhe ki poqin gjesën, shtira me gjitë, ka thonë në qofë se e kanë gjitë me abdes, mjaftën me shtive të gishtin që shtu, sa i prek trikime, ose i prek zëlyfin e saj, edhe mjafton abdesin të mesin e ka tamonile, është sunet. أن يقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين
لقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. La ilaha illallah. Sunet I lënë mazdore. Gati për shumicën e atyre që morën abdes. Ose sunet masi të përfundosh. Masi të përfundosh abdesin me thonë shahadet. Kur të kry shahadetin, I lënë komën e djatë dhe komën e majtë. U kry abdesin, çka do të më thonë? Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Që do të thonë thu shahadetin komplet dhe thu o Zot bëm për njerëzve të devotshme dhe bëm për njerëzve të pastërt. Ka thonë pejgamberi sa rëndësia e kësaj duaje. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e merr abdesin dhe merr abdesin çdo. Me të në rregull që I folët e qitash. Duke mos I çu asnjë. Ahsan al-wudu, jem të folë për çet abdesin, ahsan al-wudu, abdes që I kryen të gjitha sunetet që duhet dhe I kryen veprat asgjë pashtu as pa mungue, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, mandej thot ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Futihat lahu abwabul jannati thamani. Do t'i hapen që ati personi që ka marrë abdes. Nuk po thot që ka fon namaz, po qaj që ka marrë veç abdes, abdes është ibadet vetja, do t'i hapen të 8 dyrë të xhenetit. Dhe do t'hen ka cila do dhere xhenetit. Kur kanë thënë ulemajt që të hadith pejgamberi I ka thonë, e qysh është e mundshme abdesi I thjesht është? Qysh? A ka diçka që mund kryhet pa abdes? Ka, po në esencë abdesi lypet. Çdo sen është ibadet vetë, edhe kur të presh kurbanin me abdes. Apo pa abdes bën. Po më mirë me abdes. Apo me ro pa abdes bën. Po më mirë me ro me abdes. A bën këto, po kjo më mirë. Po kur vjet e ibadetit të veçantë, nuk bën pa abdes, patjetër se Allahu xhelalu ala ka thonë pejgamberi Zoti nuk e pranon namazin atij që është pa abdes. Edhe punit me kruhat dhe gjërat e urrejtne. Në abdes janë do sene që janë të urrejtur abdesnik, keni kujdes. Farzet I kuptum të abdesit. Të disa janë 4 farzet, të disa janë 5, të disa janë 7, që besa dhe një me dhejb tjetër, që është edhe I rritë dhe te 8 farze. Edhe tash, nuk u zojna me romë ku të shtim kër e shumë të ikon pse kështu këtu, për arsye se ti duhesh me ditë se një me dhejb tjetër I ka, ma shumë ti ki ma pak, në gjërat elementare. Gjërat nuk ka dallim, thyrë, në dorë, në kom, në mes, kokës. Dallimet janë të tibja të që I përmenem. Sunetet I kam, tash shim senet që janë të urrejtë në abdes. E pora? التوضؤ في المكان النجس لما يخشى أن يتطاير إليه من النجاسة. Nuk u zon, është me kro dhe urrejtën me mora abdes vendet dyta. Vendet të dyta, vendet të fleshta. Dhe shtrohet pyetja po hoxhefeni apo në mor abdes në banjë të sodit mesela. Por duhet me pas kujdes. Në atë vend ku I qenë vecetet të në herit që ne I falë shpreje, ose do vecet që në për do farë, në për do ina jenë që të duket vecina, nuk bën me mor abdes ato. Është e urrejtur. Është I urrejtur. Dëgjoni. Kur jem të folë për mekruhatet, mekruh për shembull, nëse vjen farzi, obligimi, me senën e urrejtur a pranohet ajo. Për shembull, nëse unë e marr abdes në një vend të thjeshtë, por unë na mos stërpik. Çka do? Të mekruh me kuptu. Abdesi tamam, po se vao peski. Njëjtën punë namaz. Mi kërcit gishtat namaz është mekruh e urrejtur. Dikush namaz I kërcet gishtat. Gjetër tu quj kërcet koma diçka pa qëllim, ha? Po namaz I kërcit gishtat o me kruh, e urrejtur. Ti tu fal edhe I kërcet gishtat, namazit tamam, po se vao peski.
borxhin e lojtë, namazin. Po mas e prunë me kruhin, veç farz ke lo, do borx ke lo se vapet shkuën i hube. Keni kujdes për me kruhatet janë të rrezikshme. Se ta hupin se vapin. Borxhi jep, nuk i vjen obligueshmëria. Nuk hupet ti, abdes bën borxhin të kur flesh. Po ti se vapin s'ki për çat abdes. E dyta, الزيادة على الثلاث لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وقال من زاد فقد أساء وظلم. subhanallah. Bën më pak e jo më shumë, se 3 herë me lahet pjesë të trupit. Alaykum selam. Hin dikush në zhek, ajt lona të loj trohin të qiko. Jo. Skudzon me lo dorën as komën dhe ngoj se valla po marr abdes. Herë merr abdes, loj kom ka dush tani. Dhe skudzon ti me thonë në qëra me lo durë të 3 herë sunet, apo hajti loj 4, 5, 7 herë. Jo, skudzon është urrejt ne. Ti dush me numrue, as sa duhet. Bën 1 deri në 3. 4-ta është me kru dhe është i urrejtur. Atëherë kish kujdes. Sikur se është e urrejtur, është dej këtu me lo, hajti loj verë dej kohë jam majt. Jo. Merrni herë abdes, është e urrejtur me kru. Po në qoftë se unë e veproj, e loj dej këtu. Abdesi numrohet, po je mëkator dhe moskie se vapet e abdesit. E treta, الإسراف في الماء إذ توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد خفنة والإسراف في كل شيء منهي عنه. E treta është pe gjërat të urrejtura në abdes është me dell ujë pa lidhje. Shumë. Hin banjë tona, del zot mushet ujë. Peni një të mora abdes, llogarit tash, kjo është e urrejtë. Mandej keni kujdes. Hapja dhe e qeshme në tona. Çdo që jemi qenë çto mi çu, të smuni central mirë. Po do të më shtellëvot për funi. Në mënyrë që më të qit më pak. Por ndryshe, ai snolet. Problemi është me kru, me del ujë shumë. Sa që edhe deti nëse ki nga të veti, është synet me marrë me dorë, e më jo me shti dorën dhe këtë nuk je me fërku, po me marrë me qitë kështu. Kërkohet synet është me qitë ujtë në dorë tja, e me dorë tja me qitë kështu, e më jesë ujtë e me fërkue. Që kjo është aja vdesit që ta shohim, kejfijetul vudu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. ترك سنة أو أكثر من سنن الوضوء إذ بتركها يفوت أجر لا ينبغي تفويته. Ose dikush me qëllim i lën silon hunte, silon gojën, silon veshte, veç forzet, hajt, shkele shko. Nuk i lon dur ka 3 herë, me qëllim, priton. Edhe kjo është me krye urrejtur. I hub shpërblimet të sevapet e qasoj gjymtyre që është i lot abdi abdesi. Abdesi numrohet, po është mëkatar dhe që sevapet abdesi nuk i. E gjashta, 5. الوضوء بفضل المرأة لخبر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. Është me krye dhe urrejtur me marë me ujë femrës, grus. Qysh me kuptu këto? Qofse gruaja e ka prek ujë, quhet i përdor. Me çato është i urrejtur me marë abdes burri. Mas pari merr burri abdes, e bën gruaja me marë me abdes me njëjtin i brek që ka marrë gruaja. Se në qoftë se gruaja merr i brikën dhe qetë në dorë, nuk ka të keq, edhe para të jemi marë. Po në qoftë se është me shti dorën ose tasin me marë atje, edhe ka prek dora saj, është me kro, me bën një gjë të tillë. Dhe tash e kem fi kejfijetul vudu, qysh ka marrë abdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Goni vllazni, kena orën e tem shumë interesant. Edhe sa minuta e kemi? Edhe 5 minuta? Ja, dhe prejmë këtu. Ja, vë nalë me qysh merat abdesi, edhe qka prish abdesin dhe përkëtëdojmë edhe në ataja. Dhe gjënë dhe zërë, këto qështje në shtë duken për dikon që i ka ditë të tepërta. Por në shariatën islam fik nuk e të tepër, kjo është si kur matematika. Nuk meresh me ushtrime, i harron detyrat. Kështu është edhe fiku. Smeresh me këtë çështje, i harron rregullat e shariatit, i harron rregullat e abdesit, edhe të në abdesin të çka kemi lënë atë gjë. Automatikisht disa prej njerëzve që ashen prezent kanë dëgjuar, e ka korrigjuar vetën, a thu valla e komar, ta monila se komar, dhe tash e tutje e din. Çish ka me veprue? Ka një uri, edhe pse ka ditë më marrë abdes, po ka një uri, a bën që to me lënë as bën. Për ata, dëruar vëllezër,
ne kemi marrë këtë libër me shëru abdesin, rregullat e namazit, edhe me shpjegu, jo vetëm me dhënë, po në të gjitha mëdhëpet edhe me shqyque. A kemi drejt ta marrë dhe çfarë gjendje ajo? Me urrejt njëri tjetrin? Jo. Por arsye se këtë është për kuptimi që sy ka kuptuar se secili nga kondi vet e ka kuptuar atë, sikurse edhe në gjuhë shqipe kemi mundesh me nalet,